Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë dhe lutim Allahun xheleshanu të na mëson hajrin të dobishmen, më pastaj të na sjell dobi nga ajo dhe lutim Allahun gjithsesi të na shton ilmin, të na shton diturin. Vëllezër, vazhdojmë me shpjegimin e librit Aqidja at-Tahawiyya dhe tash kemi arritur te çështjet e besimit, te çështja e kaderit. Folëm më herët për çështjen e kaderit, caktimit hynor të Allahut subhanahu wa ta'ala. Por autori i librit I ka kushtu përsëri rëndësi të madhe kësaj çështje, derisa e ka caktuar edhe një temë, domethënë e ka rumbullaksu çështjen e kaderit me këtë fjalë: an-nahyu 'ani at-ta'ammuqi fil qadar, ndalimi apo ndalesa e thellësimit me u thellu apo e spekulimit në çështjen e kaderit, caktimit hynor të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thonë këtu ka ndalesë me u zhit, me u thellu njeriu, me u marrë, me u spekulu me këtë çështje, me bëh lumtime. Si Allahu xheleshanu e krijoi këto? Pse ndodhi kjo çështje? A ishte e shkruar apo nuk ishte e shkruar? Pse më ndodh mu? E çështje tjera, kjo ka ndalesë rrepsisht. Unë patjetër të lexoj tekstin original të librit e pastaj inshallah çdo pjesë të tij do ta shpjegojmë me argumente. Thot autori: wa aslu al-qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Dhe esenca e kaderit është sekreti Allahut subhanahu wa ta'ala. Fillimisht e ka tregu kaderi, thot është sekreti Allahut xhalleshanuhu. Lam yutalli ala dhalika malakun muqarrab. Ati sunkari taj sekret. As edhe meleku që është më I afërt I Allahut xhalleshanuhu. As edhe melekët që ka e mbajnë arshin. As edhe Gjibrili, Mikaili, ashtu. Wala nabiyyun mursal. As dhe një profet që e ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Që nebi edhe mursel. Kena nebi, ka mbet veç nebi. Si Ademi a.s. nebi. Ose Idrizi, nebi. Apo thot mursel, shkalla halama e lartë, mursel I dërguar. Se jo çdo nebi, jo çdo profet është edhe I dërguar. Por çdo I dërguar është edhe profet. Thot as edhe një profet që është I dërguar. Wa ta'ammuqu wa an-nadharu fi dhalika dhari'atul khudhlan. Zhitja, thellimi, spekulimi në këtë çështje është rruga dhe shkalla dhe dera që hinte ajo, ama e khudhlan, e poshtërimit. Wa sulamul hurman, dhe shkallët e kujt, e privimit. Wa darajatu tughyan, dhe pozita e tejkalimit të kufive. Fal hadharu kullu al hadhar min dhalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Kujdes të madhe, më thonë të mos zgjitja e kaderit, caktimit Allahut subhanahu wa ta'ala, me u pajtu me caktimin e Allahut. Çka ka dash Allahu ka ndodh, dhe ajo që nuk ka dash, nuk ka ndodh. Ajo çka të ka qellu, ka qenë për me të qellu. Dhe ajo e cila nuk të qelloi, nuk ka qenë për atyre që me të qellu. Thot, me këtë çështje, mos me u marr, as me mendu, as edhe çka edhe me bë përshpëritje në veten tonë, do të thonë, edhe nga ona jashtë me ka ndales, po edhe nga ona mbrëmshme, me mendu, me hulumtu, edhe me përshpërit si kjo. Pse? Fe inna Allah ta'ala tawa ilm al-qadari an anamihi. Se Allah tawa, do në thot gjuhën arabe, kur unë e kam librin hapër edhe e shet dikon prezent, nuk dëshiroj ta dinaj çka është ki libër, edhe e mbilli librin. Allah thot e ka mbill këtë çështje ndaj krijesës së tij. Prandaj thot nuk lejohet me u afru. Wa nahahum an maramihi. Edhe e ka ndalu Allahu xheleshanu që njerëzit edhe me hulumtu, edhe me pit për këtë çështje. Qale kama qala ta'ala fi kitabi. Ashtu siç thot Allahu në librin e tij, la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allahu nuk pitet çka bën ai, pse veproi, pse kështu. Wa hum yusalun, e tjerët këtë do të mirën piqe. Melekët I merr Allahu xheleshanu në piqe. Krijesën e tij edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Faman sa'ala lima fa'al, ai cili pitën pse Allahu ndodhi kjo çështje, pse më ndodh kështu, faqat radda hukm al-kitab, ai e ka refuzu hukm, ligjin e Kuranit, ligjin dispozitat fetare. Thot, wa man radda hukm al-kitabi
kana minel kafirin. E ai I cili e refuzon hukmin, ligjin e Allahut subhanahu wa taala ndaj krijesave të tij, të tija, ai thotë është kana minel kafirin, ka hi në grupin e kujt, atyre të cilët janë mohues. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala wa huwa adhaka wa abka. Allahu është ai që I çon njerëzit edhe me kesh edhe me kajt. Sicili prej nesh ndoshta ka ardhur në shkallë apo I ka ndodhur rast me I shpërthy lotët. Kush e pruat situatë? Allahu, por edhe ka qenë I kënaqur, I gëzuar. Wa huwa walladhi adhaka wa abka. Dhe wa huwa adhaka wa abka, edhe të ka thënë edhe me kesh edhe me kajt. Kush? Allahu subhanahu wa taala. Wa huwa amata wa ahya. Dhe ajo është që ja merr shpirtin njerëzve, dhe ajo është që I ringjallën subhanahu wa taala. Prandaj aslul qadari sirrullah. Kjo është çështja e qaderit, esenca, baza, me I vënë një titull është sekreti I Allahut subhanahu wa taala. Aliu radiallahu taala anhu thonte el qadaru sirrullahi fala takshifu. Qaderi, caktimi hyjnor, është sekreti I Allahut xheleshanu. Mos U përpjek me shpalu ato, se nuk mund të arish. Por çka? Ai pa te teksti që e lexova originali I librit El Aqide Tahawiyya, dhe më thonë sa kërcënime, kujdes që mos me u marr me këtë çështje. Njerëzit vëllezër sa mirën me këtë. A besojnë se e humbin jetën tërë duke thonë po Allahu çështë më ka shkruar, ti ta ka shkruar Allahu me shku në xhami, me qenë njeri I mirë, me besu Allahun, me kri haxhin, me kri umrën, unë nuk më ka shkruar to. Çka më bë? Edhe bindjet ai në këtë çështje, e thotë kjo është saktimi I Allahut subhanahu wa taala. As pak nuk I nënshtrohet urdhave të Allahut të xhelleshanu, por përpiqet me këtë çështje me u argumentu ku para Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë Hasan al-Basri, një popull thotë e mashtroi disa njerëz, e mashtruan veten e tyre duke shpresuar dhe duke u argumentuar te caktimi I Allahut xhelleshanu. Dulën për kësaj dynjoje pa asnjë vepër të mirë. Edhe ka shumë sot për njerëzve mirën me këtë çështje. Po pse ndodhi mua? Po unë jap sadakat. Puna e caktimit të Allahut, aty me të vërtet Allahu xheleshanu I peshon I matën burrat besimtarët e vërtet. Kush është ai me të vërtet që e beson caktimin e Allahut ashtu siç duhet, dhe kush është ai I cili e beson por vetëm nga ana e jashtme. E kur vjen çështja me dhon provimin, ai me një herë dështon. Fillon me bërtit, e pse, e çka, I shkoçën teshat, subhanallahu ka do edhe çajn kokën lart ka qielli, gjëja si Allahu të thotë, mua, a mu më gjeta. E me thonë që s'kom çka të bëj unë ti, se të kisha, unë di mund të edhe të hakmirem me ti. Kjo është me të vërtet dalje, veprim, edhe pse është veprim pa shprehje, po është veprim I madh që e nxjerr besimtarin nga feja, shikimi në qiell, edhe sikur se unë nuk pajtohem me këtë çka më ke boti ti, në realitet ke gabuçi, mu me më qellu me këtë dom. Hajde kush jam unë, edhe shikon ka qielli. Këto e bajnë vëllezër shumë njerëz, prandaj me pas kujdes nga këtë çështje. Pse? Është poshtërsim. Çka tha autori I librit, kjo është poshtërsim. E kundërta e poshtërsimit kush është? Fitoria. Nuk je fitimtar, je poshtërsu. Pastaj çka është? Privim. E kundërta e privimit çka është? Është suksesi. E tjetra çka thash? Te I kalim, devijim nga kush? Nga rruga e vërtet dhe nga siratul mustaqim. Tjetra me një hadith, është shumë interesant hadithi, pejgamberi thot Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, shoni vëllezër çfarë hadithi interesant. Ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Që kjo vëllezër besoj që na ndodhen edhe neve. Thot Ebu Hurajra, erën disa njerëz te Muhamedi alayhis salam dhe I thanë ja Rasulullah, ne ato çka e gjojmë te vetja jon, ose çka na vin neve na përmend, që na vin turp edhe ti me ta tregu. I thon pejgamberit alayhis salam sahabët, edhe sahabët nuk ka fsheh asgjë para Muhamedit alayhis salam. Ama me këtë fjalë ka kuptuar pejgamberi alayhis salam se çka do të thonë këto. Neve thot na vin mendime për shpëritje, apo disa herë e gjojmë në veten tonë do mendime, na vin turp që tash me ti thonë ti. Muhamedi alayhis salam shiqoni çka I tha sahabeve. Qal wa qad wajadtumuhu, a me vërtet e ndjeni një gjë të tillë, ju vin çeto mendime? Sahabët I than, qalu na'am, po ja Rasulullah, na vin mendime, Allahu na ruajt. Do thonë edhe për Allahin, do të çek edhe hadithe tjera. Qale dhalika sarihul iman. Kjo thot është argument I imanit të qartë. Do thonë kur ka arrit çështja
tek ju deri në këtë drejgje, që tash nuk ka mbet diçka tjetër prej rrugëve të këqija me deviju, po ka mbet që këto mendimet, kjo thot është argument, rezultat i imanit të qartë, imanit të pastër. Jo mendimet, vëllezër, shikoni, jo mendimet janë argumenti i imanit të pastër, por këto mendime të tregojnë që ti e kije imanin, besimin e kije të pastër. Hadithi tjetër e shpjegon këto, dhe këto e kom shkrujt këtu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me një rivajet tjetër kur e ndëgjoj këto, thot Allahu Akbar, alhamdulillahi alladhi radda kejdehu ila al-waswasa. Se tha pejgamberi alayhis salam se kjo është imani, besimi i qartë, që hadithi tjetër e shpjegon, pejgamberi alayhis salam ka bo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kjo thot është me të vërtet që Allahu xhelle shanuhu shejtanit të gjitha përpjekjet tjera për ta mashtruar besimtarin, ja ka largu Allahu xhelle shanuhu, se besimtari vetë i fortë vetëm ka mbet për shpëritje. A kuptot vëllezër? Domethënë mos ka mbet ai gjomë më të vogël me të bëj, vetëm se ti sjell që këto për shpëritje, çto mendime të vogla. A kjo është faktikisht që dorëzim, si armiku kur dorëzohet, domethënë përpiqet me të sulmu, e përdor gjithë fuqinë e tij, gjithë mjetet çka i ka, gjithë çka i posedon, edhe kthehet pastaj mbas, edhe vetëm i lëvizën gishtin thotë ani do shohish ti. Ti e pa e para te e kisha, s'u bëni asgjë. E tash e lëvizëm gishtin edhe çka edhe hikën. E prandaj Muhamedi alayhis salam tha Allahu Akbar, që Allahu ja kthej shejtanit gjitha aftësitë çka i ka dhe nuk i la vetëm se që këto përshpëritjet çka i asjellën besimtarit. Është një hadith tjetër thot Muhamedi alayhis salam, ja la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqal hadha khalaqa Allah al-khalq faman khalaqa Allah. Qoni vëllezër, ka thot pejgamberi alayhis salam, do të vinë koha që njerëzit do të thonë po, kjo krijesa e Allahut. Allahu është krijuesi. E kush e ka kriju Allahun? Shiqo, e kush e ka kriju Allahun? Tha Muhamedi alayhis salam, "Faman wajada min dhalika shay'a", e ai i cili e ndjeni vin që këto mendime, "Falyaqul amantu billahi wa rusuli", kam besu në Allahun dhe në të dërguarit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër, shumë thonë njerëzit Allahu xhelleshanu është krijues. A kish mundsi Allahu me kriju dhe një krijues tjetër? Pikë pari, piqja ka defekt, është e smun. Kur thuhet krijues, çka do të thotë kjo? Ai është krijuesi. Nuk mundet më me thonë se sikur Allahu xhelleshanu të kishte edhe ai krijues tjetër, do të kishte nevojë edhe ai krijuesi me pas krijues tjetër. Edhe ai krijuesi me pas krijues tjetër, do të filloheshim, do të rrotulloheshim rrotull dhe nuk do të vinte asnjë përfundim. Prandaj kur themi Allahu khaliqu kulli shay, Allahu është krijuesi i çdo gjëje, nuk ngelen mo aty vend me thon Allahu a mund të krijon një krijues sikur ai, apo ndonjë krijesë e cila është më e madhe se ai. Atëherë ai nuk do të ishte krijues subhanahu wa ta'ala. Dhe hadithi tjetër është nga Omar ibn Shuaib, ai nga baba i tij dhe nga gjyshi i tij. Thot doli Muhamedi alayhis salam dhe atë jomin wa an-nasu yatakallamuna fil qadar. Joni ka ndodhur kjo në kohën e Muhamedit alayhis salam, ka dalë një ditë Muhamedi alayhis salam në xhami apo në ndonjë vend, e i kanë dëgjuar njerëzit sahabët folin për çështjen e kaderit, po si ndodhen kjo, po çka është, e ku ta di, çi flasin edhe njerëzit sot. Fil qadar qal fa ka'annama tafaqqa fi wajhihi habbur rumman. Thot e pash, thot sikur se të ftirat të faqet e Muhamedit alayhis salam, rumman, e dini shegën, shega, çka sa çikuçe, sikur se ajo plasin ftirën e pejgamberit alayhis salam, aq shumë që u nervozu kur i pa se flasin për punën e kaderit. Rumman min al-ghadab, nga zemrimi, nga hidhrimi i madh kur i pa Muhamedi alayhis salam, disa persona, dihet se ka qenë sahabi ato, mbas që kanë jetuar në kohën e Muhamedit alayhis salam, edhe u nervozu. Faqale ma lakum tadribuna kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Çka jeni duke bë? Sjellni kundërshtrime me librin e Allahut e i mbështjellni ajetet njëri me tjetrin. Domethënë sikurse keni gjetë kundërshtime te fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Çka jeni duke bë? E tha pasaj pejgamberi taala, bi hadha halaka man kana qablakum, për që këtë çështje ki ka qenë shkak që ato më herët kanë deviju për këtë çështje. Domethënë kjo çështje vëllezër çon devijim
me u marrë me kaderin, me caktimin e Allahu xhaleshanu, e pse ndodhi kjo, e pse, a ka qenë e shkruajt, a nuk ka qenë e shkruajt. Ti vëllai dashur je urdhërohet çka? Ta ndjekish fenë islame, ti falish namazet e gjëra tjera, ti largohesh haramit, mos u merrti me atë çështjen, a ka qenë e shkruajt, a nuk ka qenë e shkruajt. Ti mirë me obligimet çka i kije, se kjo të largon pasaj edhe prej obligimit. Kjo të largon edhe prej obligimit. Unë i mbështetem vetëm caktimit të Allahut, po, mund duhet i marrësh sebepet. Mbështetju caktimit të Allahut, por kri dhe obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Ajo të me u marr kjo, a ka qenë e shkruar, nuk ka qenë e shkruajt, atë do ta shohësh domethënë ditën e gjykimit, edhe ne e dim, kur e dim se gjithë veprat tona janë të krijuara prej Allahut subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ju ka krijuar dhe veprat që ka i boni janë të krijuara prej Allahut subhanahu wa taala. Shikoni çka thot një sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As, kur e kanë dëgjuar këtë që kanë biseduar për kaderin, edhe u ka zemru atë shumë Muhamedi alayhis salam, atë çka ka thonë, vallahi kur njet nuk jom gëzu ma shumë se sa jam gëzu që nuk kom marrë pjesë në këtë mexhlis. Se atë shumë që u ka zemru Muhamedi alayhis salam. Më thonë, shqyqa u ka gëzu shumë që, elhamdulillah, nuk kom qonë mesin e atire që, vetëm nuk kom qonë, jo që më u zhit me u marrë me atë çështje. Elhamdulillah, tha që s'kom qonë unën, vetëm që ati t'jem prezent. Se si do të shihsha Muhamedin a.s. Kur ai i zemrut, i skuqët, i nervëzuar shumë, na shikon neve dhe mu më gjenë mesin e atire. Shqyqa sahabiut ku i ka shku mendja, tha, shumë jom gëzu, kur nuk jom gëzu, ma shumë, se sa që i mora vesh që Muhamedi a.s. Jo që i ka qërtu atë, po për veten time, jom gëzu që nuk mora pjesë në atë mexhlis. La yus'alu amma yaf'al. E kishim ne një çështje, la yus'al amma yaf'al, ma herët, edhe ajet është, nuk pytet Allahu, nuk mundet dikush Allahu t'i parashtron në pyetje pse e bën këto. Këtë do ta marrim, tu vjen çështja, ka dallim mes pyetjes domethënë pyetjes kundërshtuese edhe pyetjes që është sqaruese, domethënë për me mësu diçka, për me e kuptuar. Pse vëllezër? Se ne prej çështjeve të fjalës, kushteve të fjalës la ilaha illallah ka shumë kushte. Se fjala la ilaha illallah ka dy shtilla. Domethënë la ilahe, një shtill, illallah shtilla tjetër. Ne kur themi la ilahe, duhet ta dim se kjo deklarat ndahet në dy pjesë. E kemi shpjeguar shumë herë. Pjesa e parë është mohuese, la ilahe, nuk ka të adhuruar. Unë nuk i nënshtrom askujt, unë nuk besoj askënd. Unë nuk i përulem askujt, unë nuk adhuroj askën, illa Allah kjo pohon. Të gjitha këto, që pjesës parë ja mohove, ja pohove, ja bashkove, ku i pjesës illa Allah, vetëm Allahun, pasaj kjo ka kushte, el ilm, që është dituria, pasaj është bindja, pasaj është kjo fjala la ilaha illallah, pasaj është pranimi, shqyqo, pranimi ti i pranon të gjitha që ka të vinë prej fesë, nuk mund të shmo me kundërshtu. Allah thët, ذلك الكتاب لا ريب فيه الذي ثم لم يرتابوا për besimtarët الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا, besimtarin ata që kanë besuar në Allahun pastaj nuk ka ato dyshime. Pse? Ti i pranon, je i vërtet në atë çështje, pastaj ju nënshtrohesh atyre urdhrave, pastaj është dashuria, prej kushteve të la ilaha illallah është edhe dashuria. Këto urdhra dhe ndalesat e Allahut, jo me i bo vetëm në atë mënyrë, sikur se jeni punëtor, me i bo me dashuri vëlla. Namazin kur e falën duhet ta falësh me dashuri. Nënshtrohesh urdhave të Allahut, duhet me shpreh dashuri, jo me nervoz, me uçu me marr abdes e diçish që ja rap çka është kjo, ti e din se i lodhët, a ishte patjetër me u fal, me uçu në sabah me fal namaz. Jo me dashuri, nëse nuk ka dashuri te obligimet e Allahut, vallahi kot janë ato. Si ka thonë Muhamedi alayhis salam, dikujt i mbështjellet namazi se ajo tesha e vjetër, edhe i përplaset për ftyrë. Thot me një hadith tjetër, dikush del prej namazit dhe i ka 10 sevapet, domethënë të gjitha. Dikush 9, 8, 7 deri më në fund thot dikush asgjë hiç, derisa namazi i përplaset për ftyrë, thot Allahu të humb sikur se më humbe, domethënë ti më fale, amon jo me respekt. Prandaj el mahabba, shikoni te fjala la ilaha illallah çka ka, është domethënë çka edhe mahabba, pastaj edhe ikhlas, sinqeritet, e krini obligim me sinqeritet. I ndalosh në ndalesë, duhet me tregu sinqeritet, ikhlas. Çka unë ndalon vetëm për hir të Allahut, jo se valla pas ka kamera këtu. Atëherë nuk ka ikhlas, nuk ka sinqeritet ajo. Gjë fjala la ilaha illallah, e di se në fillim, mund të them tamam rahat, 2011 kena folur për këto, po e shoh nevojshme që inshallah prap me i përsërit se kanë nevojë këto
i thon kushtet e fjalës la ilahe illallah. Sahabët vëllezër, të dalim të një temë tjetër, asnjëherë Muhamedit alayhis salam nuk e kanë pyet për këtë çështje. Për shembull, luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, ja Rasulullah. Kjo çështje pse na ndodhi neve kështu? A ka qenë kjo e shkruar, a nuk ka qenë e shkruar? Derisa vëllezër ne nuk dim deri sot kush ishte ai i pari që zbriti prej kodrës së zgjedhjetarëve. Nuk e dim. Nuk dim ne që është boni polemik mesin e sahabëve, thonë, ti ishe iniciatori që na u vran 70 vet. Ti ishe iniciatori që Muhamedi alayhis salam rata ajo gropa edhe i thej dhomët edhe ju përgjak ftira ati. Hiç. Shikoni çfarë edukat, vallahi para 1400 vetëve, as nuk ju ndi zoni. Edhe i dishin sahabët tamam. Kush ishte ai iniciatori që tha, "Ej, hajde se lufta përfundoi, hajde zbresim marrim edhe ne plaçkën e luftës e ja këto çka bojnë në mlodhën." Gjithë sahabët e kanë pa, e kanë ditë. Ata nuk kanë qenë shumë, 50 vet kanë qenë në atë kodër, e nuk kanë qenë gjithë me njerë të mendimit hajde do të zbresim. Po 2-3 vet kanë bisedu, edhe kanë zbrit. Pastaj tjerët i kanë ndjek ato. Edhe pse disa prej sahabeve qëndruan, 2-3 vet qëndruan si Zubairi, Talha, qëndruan don kodër hala nuk lëvizën. Amo tjerët zbritën. Shiqo do të thonë shokët e pejgamberit alayhis salam nuk e kanë pyet Muhamedit alayhis salam për këtë çështje. Prandaj thot Abdullah ibn Ameri, vallahi thot ne nuk e pyetshim Muhamedit alayhis salam. Enes ibn Maliku thot me shpirt precin vjen dikush i huj, dikush i shkretis, se ai nuk ishte turbet, thot ja Rasulullah tregon kët. Ne thot turp ibn Ameri thot shikonja Kurani thot. Çato mesele që e kena pyet ne Muhamedit alayhis salam jon Kur'an. Kush prej atyre Yesalunaka anil khamri wal maisir, ti të pyetin o Rasulullah për alkoolin edhe për bigjozin, automatat e këto gjëra, të mëkatet ngonja janë. Yesalunaka anil mahid, ti të pyesin për menstruacionet, të pyetin për to, thot disa mesele dhe i ka cek Allahu në Kur'an. Më thon shokët e Muhamedit alayhis salam nuk janë marrë shumë me pyet pejgamberin alayhis salam. Kanë qëndru, vet ka fol pejgamberi alayhis salam. Dhe vallahi secili e ka marrë meselen e vete. Duke fol Muhamedi alayhis salam, sahabët sikush e ka marrë çka e ka pas mend me pyet. Edhe kjo ndodhen me vërtet shumë në mexhlise. Domethënë ajo çështja e heshtja është diçka e mirë. Se nëse flet apo nëse kiem gjithmonë te mendën tënde e ke parashtruar piqen tënde në mend, edhe veç koncentrohesh momentin që të pyesish, vallahi do të iket i ligjërata e kretë të mbajt mendën mëse harrojmë piqen, aty sikur të heshte, dvishe me të vërtet marrish mësim, të marrish dituri, vallahi edhe piqja jo që do ta gjishe, ndosë nuk them 100%, më 99% do të ishte brenda ligjëratës, brenda dersit. Edhe sahabët e Muhamedit alayhis salam kanë hesh pse Muhamedi alayhis salam ju thanë herë dharuni ma taraktukum. Limni vetëm ato unë çka ju them. Pse? Punën e haxhit kur tha Muhamedi alayhis salam ja ju nas inna Allah qad kataba alaykum al-hajj fa hujju. O ju njerëz, Allahu ju obligoi juve ta krini haxhin. Krini haxhin. Një ishte për sahabeve i ri. A fi kulli amin ya Rasulullah. A çdo vit me e kri heshti Muhamedi alayhis salam. Ki edhe një herë a çdo vit me e kri haxhin ya Rasulullah. Kur i tha për streti, tha Muhamedi alayhis salam, "Law qultu na'am la wajabat wa lamma istata'tum." Sikur thosha vetëm unë po, çdo vit, çashtu do të bësh obligim çdo vit. Se Allahu nuk thot Kur'an një herë haxhin, shikoni, "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabil." Walillah për Allahun, urdhër prej Allahut, drejtuar njerëzve, besimtarve për kryerjen e haxhit, ato që kanë mundësi. Allahu nuk thot, edhe për namaz, a thot Allahu xheleshanu, do të thonë që me i fal me emën këtë kot namaz. Edhe pse, do të thonë tërthurazi e ka përmend Allahu xheleshanu. Për të haxhit thot krinja haxhin. Tash Muhamedi alayhis salam ka pas mundësi me thon po çdo vit, e thotë të bësh të obligim. Se kur thot Muhamedi alayhis salam po, Allahu xheleshanu ja miraton atë çështje. Se e kalon Allahu këtë hapët. E Muhamedi alayhis salam, o limni mu, do të thonë mos kërkoni diçka tjetër më tepër. A ju lashun me këtë çështje, me këtë. Thot fa inma ahlaka alladhina kanu min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Shkaku që popujt tjerë Banu Israilët devijun, kush ishte mesele, shumë pyetje kishin ato. Vetëm e pyetsin, ja Musa. Na bëa edhe neve një zot, sikur kanë thënë një zot, ja Musa thuj Allahut, le na nxjerrë prej tokës kepe, hudra, e gjëja tjera, vetëm e pyetsin ja Musa, e Allahu tha ato devijun, se kanë pyet shumë. Edhe i kanë kundërshtuar. Pyetja shumë vëllezër, diçka është,
A e dini, për shembull, ne kena qenë në shkollë. Kur arsimtari thonte, e keni detyr shtëpi, dhe me thonë që këto 4-5 piqet më përgjit. Ndoshte disa herë dikush ai ndoshta më përtac. A arsimtare këtë onën tjetër edhe këto këtë titull thonte po edhe atë bonja. Edhe kur vishin, ai i pari vetë se ka kri. Thonë se kur ngarkon vetveten me shumë obligime, pastaj nuk mundet të krish gjitha. Ndoshta një herë edhe pastaj çka? Pastaj dorëzohet. E sahabët, shokët e Muhamedit alayhis salam, pejgamberin alayhis salam nuk e kanë prit shumë. Vetëm çka ka qenë e domosdoshme. Ne e tham, mos me u marr, mos me prit. Po dikush thotë për rregull, po melekët i thanë Allahut, kur tha Allahu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allahu i tha melekëve, unë do të caktoj në tokë mbikëmbës, domethënë, khalife. Vin një generat, shkon tjetra, vin tjetra, kështu marr, kjo khalife. Do thonë do të vinë njerëz që nuk do të përfundojnë një popull, po do të vinë popull tjetër. Ka përcej koha e Ademit alayhis salam, me Nuhit e kështu me radhë, khalife, domethënë do të ekzistojnë këto. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Melekët jo që i kundërshtuan, por parashtruan një piqe sqaruese. Domethënë se dikush thotë që melekët kanë kundërshtuar. Jo, melekët i thanë Allahu xhaleshanu, ora Allah, ne tash kërkojmë sqarim, që këto që do të vinë, a mos jenë si ato të parës që ishin, kush kanë qenë ato thotë që derdhën gjak e boshin lufta? Gjinët kanë qenë tokë, kanë luftu, kanë derdhë gjak, edhe melekët tash deshin një sqarim prej Allahut subhanahu wa taala që këto çka do të vinë, që do ta caktojsh ti halife në këmbës tokë, a do të jenë prej ative që do të derdhin gjak e kështu me radhë? Allahu që tha, قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. Unë e di ato që se dini ju. Nuk ju përgjigj Allah, jo do të jenë kështu. Linja këtë çështje, unë e di se çka do të jenë ato. Po ka prej atyre që do të derdhin gjak, ama do të ketë prej atyre që madhurojnë, besojnë, bëjnë dhikr, falin namaz e kështu me radhë. Edhe tjetra, el ilmu al qadar ilmun mafqud. Vëzat mbani mend, kena edhe këtë tekst do ta lexoj se shumë është i bukur, edhe kena arritur në fund. Thot të teksti li'anna al-ilma ilman, dituria ndahet në di grupe. Ilmun fil khalqi mawjud, dituria që është mesin e njerëzve, edhe është e njohur ajo dituri. Wa ilmun fil khalqi mafqud, dhe një dituri tek njerëzit është e larguar, nuk e di njerëzit atë lloj diturie. Inkaru ilmi al-mawjud kufr, me e mohu diturin e njohur është kufër. Çka është të dituria vëllezër? Që sa interesant. Edhe një herë. Dituria ndahet di grupe. Dituria e njohur. Kush është dituria e njohur? A nuk dim ne që vetëm Allahu meriton të adhurohet? Këtë dim ne këtë dituri. Pse na kanë sjell profetët? A nuk e dim ne për shembull emrat, cilësitë e Allahut xhaleshanu? A nuk e dim ne për shembull kohët e namazit? A nuk e dim çka duhet me lexu? A nuk e dim ne çështjen e zakatit, agjërimin e muajit Ramazanit, ritualet e haxhit? A nuk i dim e çështje tjera të feja? Kjo thot ilm mawjud, është mesin e njerëzve. Edhe kena ilm mafqud, ilm që nuk e dim. Kush është ai? Çështja e kaderit, ti s'din asgjë çka do të ndodhe. Kjo nuk ka mesin e njerëzve. Kjo ndodhen ama nuk e ka dikush. A mundet dikush pa marr parasysh sa dietar tjetë me shku njerëzit dhe me pyet te sheh, disa gabojnë këtë çështje. Që këtë vit ka me ndodh kjo, që këtë vit ka shteti zullumqar, pasardhësit e thivet majmunave, ka më u zhduk. Ai tjetri thot këtë vit, prej këtij viti deri këtë viti çlirohet Kutsi, Palestina e gjëra tjera. Në aspekt fetar, këto nuk është kjo edukat me çka, me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e din askush. A ka edhe me të vërtet zhyten mirë me këtë çështje. Mehdi ka medalën që këtë datë. Ai pas qetë, ai tjetër jo çka, ai ka qenë para sa viteve, tash ka shkuar në një vend tjetër. Shiqo domethënë kjo ka të bëne me diturinë e hupur, nuk e din askush. Kush e din tamam për, a keni dëgjuar dikon për dietarëve që është dietar i konsideruar, që thot Mehdi ka medalë që tash, ose Kutsi ka më uçliru në këtë vend, ose shteti zullumqtar ka me përfundu në që këtë datë. Për dietarëve të konsideruar nuk i thonë këtë çështje. Pse kjo ilm mafqud, dituri e hupur, domethënë ekziston ama te njerëzit nuk ka kjo. Çka thot? E ai i cili e mohon diturinë e njohur, kush është dituria e njohur? Dhe kush thot çka be? E mohon namazin, kjo ta mohosh namazin, a është dituri e njohur? Namazi është çështje e njohur. Ta mohosh haxhin, a është dituri e njohur? Është dituri e njohur. Thot ai i cili e mohon diturinë e njohur ka dalë prej feje. Dhe ai i cili pretendon diturinë e humbur, edhe ai ka dalë prej feje. Shikoni sa interesant. Dituria që është
me i mohuti çështjet, me i mohuti Allahun subhanahu, me i mohuti ditën e gjykimit, me i mohu përçim urën e siratit, mizanin, me i mohu dënimin e varrit, në varr ka dënim, po ka edhe kënaqësi në varr. Me i mohu melekët, me i mohu xhinët. Kjo është ilm që e din njerëzit, na ka ardhur në Kur'an. Mohimi i diturisë të njohur është dalje prej feje dhe pretendimi i diturisë gajbit, edhe kjo të qetë prej feje. Prandaj ne si besimtari kemi këto difletët. Diturinë e njohur që na ka ardhur prej pejgamberit alayhis salam e pretendojmë, dhe diturinë që Allahu e ka thonë është sekret prej sekreteve të mia, ne as që e hulumtojmë, as që thellohemi, as që spekulojmë në atë çështje. Dhe pjesa e fundit, fa wailun liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasiman, mjerë thot për atë person i cili përpiqet të bëhet rival Allahu xhaleshanu të çështja e caktimit hinor. Edhe unë thot e di. Punoj me xhin, punoj ku ta di unë, mu më vinë lajmet. Kjo, vëllezër, a besoni se ka prej sekteve të devijuta? Sofistët ekstrem. Ato thonë e dim edhe gajbin, ato që i llogaritin si dietar. Pse e thot vin Xhibrili më tregon, ti e sheh që ati në rrugë sot, ai 1000 kilometre e ka Mekën, thot sabajin e kom falë atje, po si unë në sekundë thot shkoj. E gjëja tjera pretendojnë një gjotë të ti. Thot mjerë për ato që e pretendojnë këtë çështje. Edhe thot pastaj, wa ahdara lin nadhari fihi qalban saqiman laqad iltamasa bi wahmihi fi fahsi al-ghayb sirran katiman wa aada bima qala fihi afakan athiman. Mjerë thot për ato i cili zhitet në këtë çështje. Mendon që edhe ai arrin te kjo, te dituria që është e fshehet te gajbi, përpiqet te sirri, te sekreti Allahu xhaleshanu me shpalu ato, por thot ai e fak është njeri gënjeshtar, është prej ative që trillon dhe nuk ka lidhje me imanin. Allahu na mëson vëllezër këtë çështje diçka thot wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos gaboni thot Allahu me fol me ja qas çështjeve që ndaj atyre nuk ke dituri, ilm. Pse inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaike kana anhu mesula, se ditën e gjykimit të ndëgjuarit, të shikuarit edhe zemra kanë me dhonë përgjegjësi para Allahut. Pse? Vetëm se pretendon ato që nuk ke dituri. To janë çështjet. Prandaj Musa alayhis salam kur i than ato benu Israilit me xhlis kur ishte, mbajti një fjalim nga Musa alayhis, tregonte njerëzit e pit që na jepte përgjigje, edhe u habitën me vetë çaj profeti dërguar, shpallje kish libër, menheq, program, dustur. I than, a mundet ketë në botë dikush maj ditët, se të jemi njeru përgjegj. Pse? Tha jo. Pse duke e ditë se ajo është i vetë një resul. Ai ka kontakt me Xhibrilin, me Allahun, Kelimullah, bisedonte me Allahun. Edhe ato plakat i erdhën prej qielli, jo që i shkrujti Musau, ata i erdhën prej nal. Wa katabna lahu fil alwah. Allah thot ne i shkrujtëm atij në ato plakat, lauh. E Musa, Allahu pasaj e dim, i tha shko, çka duhet me thon? Allahu alem. Diturin duhet t'ja kthejnë të kujt? Allahu, se aja ka dhonë diturin. E vetëm për këtë fjalë Allah tha, ja, që ta shumë kom me tregu. Ka atje ku takon ditë detra, ta është një njeri ma i ditur se ti. As i tha Allahu, parafërsisht që tregoj. Ta shtu ta ka qenë dikun ka ona Jemenit e kështu me radhë, ka shumë mendime, edhe Musa a.s. u detiru pi Palestine. Jo, nuk ishte bashkë Palestinë, se Allahu ja ndaloi, sun hinin Palestinë. Jashtë Palestinës. Benu Israilet nuk hinë Palestinë. Se në Palestinë kish njerëz vëllezër para Musaut a.s. Edhe para Ibrahimit që baba i profetëve. Ibrahimi a.s. kur ka ardhur në Palestinë, ka ardhur prej Irakut. Në Palestinë kanë qenë ushurijin, një popull kabile prej gjemve të Nuhit, prej pasardhës të Samit. Ato kanë banu, do me thonë, nuk kanë qenë ato hebrej, ato kanë banu në Palestinë. Bile Ibrahimi a.s. kërkoj me hi ati, me jetu. Bile kur vdiq, kërkoj që me pas një vend, me pas një vorë, edhe e ka paguat vendin, pse? Që tërkush ka qenë zotërt e tokës, që futët vonë erdhën, do me thonë, në atë që pretendojnë ne kena qenë. Po jo, një gjohë e tillë nuk është faktikisht e vërtet. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada. Alim el ghaib. Allahu është alim, i gjithë dituri i ghaibit, i të fshehtës. Fala yudhhiru ala ghaibi ahada. Këtë fshehtësirë sekret nuk ja shpalon Allahu xhaleshanu askujt. Çka thot? Illa men irtada min rasulin. Vetëm dikujt
ku i dëshiron prej profetëve të tij ose prej melekëve. I shpalon Allahu diçka prej kujt? Prej gajbit. I tregon për shembull profetëve të Allahut, profetëve të tij ja shpalon ose melekëve ju tregon Allahu xhelleshanu diçka që do të ndodhen në tokë, ne nuk e dim, po meleku e din. I thot Allahu melekut çatje fri kamera, do me thonë merashi, mera bereqet, ose atje shko dëno. Kjo është prej sekreteve gajbit Allahut. Ku ja shpalon Allahu? Melekëve ose ja shpalon të dërguarve të tij subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër, kjo ishte ajo sa i përket mos thellimit, hulumtimit, spekulimit në kaderin, në të saktimin hynor të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm që tregoj vëllezër diçka interesant, temat e fundit çka vijnë janë gjithë janë të mira. Tema e radhës është çka vjen pastaj, el-i'tisamu bis-sunnati wal-jama'a, të kapurit për sunnetit dhe xhamatit. Pastaj vjen el-mawqifu min as-sahabe, qëndrimi i ahli sunnetit ndaj shokëve të pejgamberit alayhis salam. A kanë deviju, a nuk kanë deviju, e kështu me radhë. Këtu hin xhilafeti e Abu Bekrit e kështu me radhë. Pastaj mahabbatu ahli al-imani wa muwalatim, dashuria ndaj besimtarve dhe miqësia me besimtarët. Pastaj dhemmul kelam, kelam është ajo, domethënë çështja e filozofisë, se shokët e Muhamedit alayhis salam nuk kanë përdorur filozofi. Kjo ka prap kohën e Abbasitëve filozofia. Në shumë çështje të cilësitë e Allahu xhelleshanu janë marrë. A me të vërtetë Allahu qëndron mbi arsh, a me të vërtetë Allahu zbret hin, domethënë filozofia që është dhem ehli sunneti i urren këtë çështje. Me hi domethënë ti me këto të cilësitë e Allahut nëpërmjet filozofisë me i shpjegu. Wasatiyatul Islam, mesataria e Islamit, dhe tjetra është al-bara'atu min al-firaq ad-dalla, distancimi nga sektet e devijuara. Këto domethënë janë tema që do të flasim inshallah në të ardhmen. Janë me të vërtet tema shumë me rëndësi, pse kanë bëjnë edhe këto kanë bëjnë me besimin, me jetën tonë përditshme, por tu është mirë që besimtari t'i kuptonë këto për arsye se merr tamam një qëndrim edhe e lu në rolin nëse prej kësaj merr dituri si një lloj thirrsi. Se ti si xhamati vëlla nesër me një mexhis duhet ton këto që ke prezentu apo që ndëgjon nëpër internet hutbe prej hoxhallarëve, nëse i kthesh vetes tonë po unë duhet jem doktor profesor në atë kuptimin, jo me të vërtet me diplom doktor profesor, për atë kuptimin që unë kam marr pjesë edhe marr nëpër mexhis, se unë tash me marr pjesë në një mexhis ku nuk ka kush me fol, unë mund ta marr fjalën atë mexhis dhe që bëj njerëzve thirrje për fenë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allah thot wal takum minkum umma yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Për juve Allah nuk ka thonë të ketë një umme, një numër i madh që thirrin për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Pastaj thot Allahu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju keni qenë ummeti më i mirë dhe do të jeni mesin e gjithë njerëzve, të gjitha kohërave. A më shumë se ka përdor. Urdhroni ka mira, ndaloni nga e keqja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna wa tu'minuna billah, dhe besoni në Allahu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.